Para 3 vitesh, kom udhëtu veti dyti nga bari i Italisë deri në Hog. Edhe atje i kem vizitu Thaqin, Veselin, Jakupin edhe Recep Selimin. Rruga ka qenë e mundimshme, po e kem bo me vullnet. Po kanë shku shumë vetë atje, po mu më duk nëse shkoj me bicikletën një sakrificë dhe kë jep pesh. Edhe ata e kam mirëprit shumë. Bile njeni prej tyre u shpreh, kjo është vizita ma e veçantë dhe vizita ma kreative që kemi pas deri tash. Rruga ka qenë e mundimshme, na kemi pas 3 fanella, në cilat në pjesën e për me shkruan lirënis shlirimtarët, në pjesën e poshtme në secilin fanel ka qenë një gjuhë italisht, gjermanisht edhe gjua që e flasin në Holandë. Dhe i kem ndru, në Itali ka qenë këtu në këtë pjesën e poshtme, o shkru lirënis shlirimtarët italisht. Në teritorin gjerman lirënis shlirimtarët gjermanisht, dhe në teritorin holandes e kanë ata një gjuhë Dach i thojnë, ka shkru lirënis shlirimtarët dhe na kanë pa populli, sidomos bashkëdhetarët, na kanë përshëndet, kanë ndajt me ne. Jo, na kanë sugjeru ata mist atje që fanellat mos mi marë në burg se nuk lejohet, na nuk dojshim me prish vizitet. Po kemi bo fotografi jashtë ndërtesës. Me to. Po. E mrendën aty sa kohë keni kalu bashkë me Ishkërto që ka... 1 orë me Thaqin, prej orës 10 deri 11, 1 orë me Kadri Veselin, prej 11 deri 12, edhe mandej ka pas një pushim 1 orë, mandej me Jakupin 1 orë dhe me Recep Selimin 1 orë. E sa kohë keni bu nga Italia për me shku në Hagë? Sa ka 19 ditë. 19 ditë? Po. Ka qenë e mundimshme. Jo, jemi këthy me aeroplan, se kishme qenë pak tepër. 2060 kilometra është rruga prej barit deri në Hagë. Udhëtimi ka ndodhur 3 vjet ma herët, atëherë i kum pas 74 vjet. Tash i kom 77. Ka qenë e mundimshme për mu, po edhe ai shoqëru si jam, edhe ai ka qenë 60 vjeçar. Do të thonë, asaj nuk ka qenë gjitha qiri për atë rrugë me bicikletë. A jeni familjar apo shok me zveti me shoqëruesin ta? Jo, jemi vetëm shok, kemi bo shëtitje me bicikletë në shumë shtigje, na shkojmë në shtigje të larta.